Inteligjenca është ajo që një fëmijë lind, pra aftësia që ai ka për të zgjidhur probleme, për të logjikuar, për të mësuar nga eksperiencat dhe ndahet tërësisht nga progresi akademik. Pra me bakte si quhet anglisht baby steps, pra me nisë me pak edhe me riprogramu vetën. Është shumë e rëndësishme dhe progresi ashtu është gjithmonë me hapa të vegjël. Ai që është i vërteti. Shumë fëmijë etiketohen si dembel, të shpërqendruar, që dinë por nuk duan të mësojnë, dhe janë pikërisht këto kritika që i bëjnë dhe zhvillojnë të fëmijët një hipersensitivitet ndaj kritikës, kur në fakt në shumë gjasa kanë një çrregullim si disleksia apo ADHD-ja. Mirë se vinin në podcastin e suksesit. Sot kam një super profesioniste, Laurena Brako Jusufi, logopede dhe drejtuese shkencore e Dyslexia Centers, Pavlidis Method në Shqipëri, njën nga 58 qendrat e specializuara që aplikon metoda të avancuara shkencore për diagnostikimin dhe trajtimin e hershëm të disleksisë dhe ADHD-s, përmes analizës biologjike të lëvizjes së syve. Duke qenë se testi Pavlidis, domethënë është një inovacion në fushën e diagnostikimit të disleksisë dhe ADHD-s, fillon që nga mosha 4 vjeçare, që është shumë herët për diagnostikimin e disleksisë dhe ADHD-s, deri në moshën adulte pa limit moshe. Rasti më prekës, por edhe interesant, është i një gjyshe 6-7 vjeçare. Mbasi mori diagnozën e nipit në klasën e 2, kishte dëshirë ta bënte edhe vetë. Dhe kur e pyeta pse në këtë moshë, tha sepse shikoj të njëjta simptoma që i kam parë te nipi im. Dhe përgjatë gjithë jetës kam pasur vështirësi të mbaroj punët, qoftë të lexoj edhe një libër, një roman deri në fund. Dhe kur i kam thënë rezultatin e testit, shpërtheu në lot. Dhe fjalia që më tha, ndihem e çliruar, tha, se për herë të parë e mora vesh se çfarë kam. Gjithë jetën kam pyetur veten çfarë nuk shkon me trurin tim. Është një përgjigje në fakt shumë domethënëse, sepse nuk duhet i rrisin fëmijët me idenë që diçka nuk shkon me ta, por duke kuptuar edhe vështirësinë, siç është ADHD-ja dhe mënyrën se si funksionon truri, i ndihmojmë që të shfaqim potencialin e tyre. Dhe mos presim të bëhet kaq vonë dhe me pikpyetje gjatë gjithë jetës. Super. Të shënë po flasë si që fletë populli thjesht se këto problematikat i shojnë nështë si smundje, ose si gjana që si barra, ose si gjana që kanë me të si limite, që kanë me të mbajt mrapa nështë gjithë jetën. Po më pëlqeu shumë kjo që the që mund t'jenë potenciale që çlirohen. Cilat janë disa nga mënyrat që mund të çlirohen? Më the diçka nështë për disiplinën? Po, në pjesën si disleksia, ashtu dhe ADHD-ja, e para duhet hequr terminologjia e gabuar që konsiderohen si smundje. Dhe shpesh prindrit masi marrin një diagnozë, pyesin pyetja më shpesh sa kohë do që të shërohet. Nuk janë absolutisht smundje, janë çrregullime neurozhvillimore, prishje balancave kimike, ndërsa disleksia ka të bëjë me një zonë të trurit që përpunon informacionin ndryshe. Dhe si të tilla kërkojnë kohë dhe mbështetje të vazhdueshme dhe janë vështirësi që një individ e shoqërojnë përgjatë gjithë jetës. Por me mbështetjen e duhur arrin pra që të zhvillojë strategji që zhvillon potencialin e tyre. Janë zakonisht fëmijë me inteligjencë shumë të lartë, me potencial të jashtëzakonshëm. Mbështetja që marrin duhet edhe nga pjesa profesionale, por edhe struktura prindërore, që është disiplina. Pra përcaktimi një strukture të qartë ditore. Shpesh në pjesën e ADHD-s, prindrit thonë, po shumë impulsiv, shumë hiperaktiv, por qëndron 2 orë duke ndërtuar Lego, ka një përqendrim të jashtëzakonshëm, sepse ai do atë, atje ka interesin, por rutina jonë nuk është interes. Ne çohemi që në mëngjes deri në darkë dhe bëjmë edhe gjëra që nuk na pëlqen t'i bëjmë, por duhet t'i bëjmë. Dhe çelësi dhe shpëtimi për këta fëmijë është struktura ditore, pra një strukturë e qartë me planifikim. I them gjithmonë prindërve caktoni 2-3 objektive. Jo 7-8, se nuk mund t'i arrijë një fëmijë. Duke filluar që nga orari i gjumit, një truj të çlodhur, i ngopur me gjumë, sidomos në periudhën e zhvillimit, është çelësi për të pasur vëmendjen dhe përqendrimin. Dhe pastaj caktojmë orarin e detyrave. Detyrat duhet jenë me hapësirë. Pra nëse i themi fëmijës në orën 2 do fillojmë të bëjmë detyrat, duhet jetë ora 2. Nëse fëmia dëshiron në orën 4, do t'i lëm këtë pjesën e kohës të argëtohet dhe të luaj, por në 4 do fillojmë dhe nuk do kalojë asnjë minutë. Periudha e detyrave bëhet gjithmonë me shkëputje. 15 minuta punojmë dhe 5 minuta pushim. Pjesa e pauzës dhe pushimit duhet kuptuar që nuk duhet jetë ekspozimi ndaj ekraneve, por mund të jetë pirja e një gote uji, lëvizja nëpër dhomë, dalja në balkon dhe rikthimi sërish.
sepse truri i fëmijëve me ADHD funksionon me fokus të shkurtër, pra vëmendja është e shkurtër dhe ka nevojë për pauzën dhe qetësinë e saj pra që të çlodhet dhe të rifokusohet. Një tjetër problematikë janë shpërthimet impulsive. Fëmia vërtet bëhet agresiv, prindi nga ana tjetër nervozohet dhe të dy hynë në një luftë. Në këtë moment i them prindit gjithmonë të tërhiqet. Një tru i cili është i ndezur dhe është impulsiv dhe agresiv nuk arrin të dëgjoj këshilla. E lëm fëmijën të shpërthej, një prind i qetë gjithmonë është mburoja më e mirë. Dhe kur qetësohet, mbas një ore, mbas 2 ose ditën tjetër, e ribisedojmë sërish. Dhe zakonisht fëmijët me ADHD janë fëmijë që nuk mbajnë inat dhe kërkojnë falje. Dhe shumë të dashur, dhe këto reagime impulsive nuk janë në dorën e tyre. Në momentin që prindi e kupton këtë, dhe qasja e tij është ndryshe. Nuk është absolutisht detyra e një fëmie me ADHD të ndryshojë qasjen ndaj prindit, por ne të rriturit ndaj fëmijës. Dhe të kuptojmë që këto reagime nuk janë në dorën e tij, por mbrapa tyre fshihen pikërisht të mekanizma neurobiologjik që janë të pakontrolluar. Po nëpërmjet disiplinës a ndryshojnë edhe këto mekanizmat neurobiologjik që the? Pra edhe fiziologjia mund të ndryshojnë ndoshta nëpërmjet trajnimit. Po, i gjithë qëllimi i disiplinës nuk është të ndryshojmë biologjinë dhe mekanizmat se si funksionon truri, po të ndërgjegjësohet fëmia. Pra që unë kam këtë vështirësi, si mund ta menaxhoj unë? Si mund ta vë unë në ditën time? Si mund të kontrolloj emocionet? Dhe kontrolli emocioneve, shikoj, ne mund t'i japim fëmijëve tonë çdo gjë, arsimim, para, një jetë shumë të mirë. Por nëse ai nuk ka inteligjencën emocionale, ne e kemi humbur. Pra kur një fëmijë del jashtë derës shtëpisë, ai duhet jetë në gjendje të kontrollojë emocionet në situata të ndryshme sociale dhe t'i përballojë ato vetë në mënyrë të pavarur. Ndoshta është pyetje bazike, po gjithsesi po e bëj. Më the pak më para një fëmijë ndoshta mund të rrijë edhe 1-2 orë me diçka që i pëlqen, për shembull të ndërtu Lego. Por më the që kanë edhe attention span, kanë vëmendje të shkurt, 15 minutë po themi. Si ka mundësi atyre nëse ka vëmendje në shkurtër, si ka mundësi që shpenzon aq shumë kohë me diçka që i pëlqen? Kjo është shumë interesante dhe ndodh jo vetëm te ADHD-ja, por ndodh edhe në çrregullimet e spektrit të autizmit. Janë aty ku fëmia ka një interes të jashtëzakonshëm. Pra, ka një fushë të caktuar në të cilën ka talent, ka interes dhe i pëlqen. Dhe aty është fokusi maksimal. Pra mund të rrijë edhe gjithë ditën duke e bërë të njëjtën gjë. Po është funksionale kjo? A na shërben? Rutina kërkon përshtatje. Nuk mundet kurse si mjedisi të përshtatet me ne. Duhet jemi ne mjaftueshëm fleksibël që të përshtatemi në çdo situatë. Prandaj kjo nuk tregon që ai ka përqendrimin dhe po e bën mirë, tregon që ka interesin në atë fushë, në atë subjekt dhe harxhon kohë. Por rutina dhe cilësia e jetës prishet ndjeshëm kur nuk kemi të gjithë këto faktorët e tjerë të kombinuar. Pra nëse nuk arrin të ketë performancë të mirë akademike, të ndërtojë marrëdhënie me shokët, të japi dhe të marrë, dhe fëmijët me ADHD nuk arrin të mbajnë shoqëri. Pra i krijojnë shpejt, por i prishin dhe shpejt, sepse është ajo të japësh të marrësh toleranca, ndjekja e rregullave, nuk arrin të përfundojnë një lojë, reagojnë keq mbasi humbin. Të gjitha këto e bëjnë jo vetëm që të prishin marrëdhëniet me të tjerët, po të ndihet edhe vetë keq. Të kuptova. Më the pak më përpara, ka pas edhe sipërmarrës që ndoshta kanë dështu. Pikërisht se nuk e kanë superuar ose nuk e kanë strukturuar ditën e tyre, rutinën e tyre në bazë të asaj çfarë nevojitet për me bë, jo çfarë kanë qejf me bë. Ç'a mundën me bë sipërmarrësit në këtë rast? Ata që ndoshta janë të vetëdijshëm që e kanë këtë problematik, por si mundën me rregullu, si më thonë? Shiko, në shumë raste edhe adultët ka nevojë të kuptojnë nivelin e vështirësisë dhe nga buron kjo vështirësi. Edhe në problematika duke filluar që nga jeta në çift. Shpesh, kur një partner ka problematika të ADHD-s, nga tjetri nuk kuptohet dhe cilësohet si dembel. Dhe kjo rëndon akoma më shumë situatën. Pra duke filluar që nga organizimi i ditës dhe i punëve që duhen bërë. Strategjia kryesore që rekomandoj gjithmonë është të kuptuarit e problemit dhe vetë kontrolli, pra të hartuarit të një programi javor, pra të fillohet me hapat vegjël. Pra këtë javë do përmbyll këto 2 projekte dhe nuk do bëj më shumë. Por duke i lënë aty në cep dhe pritur se do t'i bëj nesër në fund të javës, ky mali më punë vetëm rritet dhe përgjegjësia është po mbi ty. Dhe kjo çon në ankth.
ankthi përkeqësohet dhe na humbasin gjatë rrjedhës së ditës shumë gjëra. Pra përcaktimi i disa objektivave të qartë, por të vegjël, me hapa të vegjël. Duke ju përmbajtur ti edhe ndihesh mirë, pra që e ke përmbushur një objektiv dhe fillon shton edhe objektivat e tjerë dhe ndjen veten pra që e ke ti në kontroll ditën tënde. Pra me bë këtë si quhet anglisht baby steps, pra me nisë me pak edhe me riprogramu veten, thonë. Është shumë e rëndësishme dhe progresi ashtu është gjithmonë me hapa të vegjël. E kuptova. Ai që është i vërteti. Më përmende fjalën ankth. Më the që të bëhen shumë projekte, shumë gjana, shumë detyra që s'do i bëj askush tjetër përveç teje, dhe ti kur nuk i bën, fillon e krijohet ankthi. A është, domethënë, ankthi një ndër arsyet kryesore që, si më thënë, ke shumë opsione për me bë, po s'din nuk je vendimarrës ose s'din cilën me bë, ose cila është tamam arsyeja, si më thënë, e ankthit, se një gjë shpesh kohët e fundit. ADD, unë flas të paktën në kuadrin ADD-s. ADD-ja shpesh bashkë shoqërohet me ankthin. Ankthi është frika nga dështimi. Pra, kur ti zvarrit gjëra dhe kupton që këto ngarkesa janë arritur, fillon krijohet ankthi. Frika që ti nuk ja del më. Dhe nëse e lë veten, pra pak ankth na bën mirë, na rrit performancën. Para çdo sfide, para çdo projekti që kemi, na aktivizohet ndjesia e ankthit dhe kjo e vë gjithë sistemin biologjik tonë në alert, pra që t'japi më të mirën, të shprehë më të mirën. Nëse nuk ka ankth, ka zero performancë. Por nëse ankthi na arrin në një kurbë, në nivel maksimal, na paralizon. Shpesh studentët thonë, unë i dija të gjitha dhe nuk i thash, kur dalin nga dera e provimit, ju kujtohen. Ky është ankthi që është në nivele shumë të larta dhe paralizon çdo gjë. Prandaj duhet të gjejmë këtë mesataren e artë që të kemi performancën optimale, mos na paralizoj. Dhe zakonisht shkojnë të bashkëshoqëruara. Në momentin që ne na ka humbur rutina, planet tona, ankthi rritet, se ti e shikon që nuk je aty ku duhet dhe frika e dështimit rritet bashkë me ankthin. Duke bërë këto hapat e vegjël dhe duke organizuar ditën, pra organizimi i ditës është thelbësor. Kjo është disiplina. Ne arrim që të kemi një lloj vetkënaqësie, të dim që jemi një hap para dhe arrim të menaxhojmë më mirë të gjitha situatat. Lorena, është e vërtet që shumë fëmijë në shkollë etiketohen si dembel, të shpërqendruar ose që nuk duan të mësojnë, ndërkohë që në të vërtetë mund të kenë thjesht një çrregullim neurozhvillimor, si disleksia ose ADHD. Po, ky është një realitet në fakt dhe shumë fëmijë etiketohen si dembel, të shpërqendruar, që din por nuk duan të mësojnë. Dhe janë pikërisht këto kritika që i bëjnë dhe zhvillojnë të fëmijët një hipersensitivitet ndaj kritikës, kur në fakt me shumë gjasa kanë një çrregullim si disleksia apo ADHD-ja dhe kanë një inteligjencë të jashtëzakonshme. Fëmijët me disleksi të paktën janë fëmijë që përpiqen jashtëzakonisht shumë, përpiqen edhe më shumë se bashkëmoshatarët e tyre. Kalojnë orë më shumë duke bërë detyrat, duke u sforcuar të lexojnë dhe gjatë leximit harxojnë energji të jashtëzakonshme në dekodimin e fjalëve. Nëpër shkolla dhe klasa speciale me mbështetje dhe sërish progresi i tyre akademik është ndjeshëm më i ulët se të tjerët. Dhe kjo i bën që të vjen në qendër të kritikave si në shkollë dhe në familje. Në trajnimet që bëj për disleksin, pjesëmarrësve ju bëj një pyetje. I them ne si profesionist, qëllimi kryesor është të vendosemi në vendin e këtyre fëmijëve, pra çfarë ndjesie përjetojnë këta fëmijë. Dhe ju bëj një pyetje të thjeshtë, më tregoni si e kaluat ditën e dieshme, por duke evituar përdorimin e shkronjës S dhe E. Çfarë ndodh? Bllokohen, bëhen konfuz dhe thonë se nuk arrin ta shprehin dot mendimin lirshëm. Dhe zgjidhja më e shpejtë në këto situata është të dorëzohen. E njëjta gjë ndodh dhe me këta fëmijë. Pra çdo ditë duke u përballur me një mjedis si shkolla që ju vën në pa dështimin. Prandaj identifikimi i këtyre vështirësive sa më herët ka efekte shumë pozitive edhe në vetvlerësimin, vetbesimin e tyre, por edhe progresin akademik. A do i sugjeroje edhe stafe pedagogjike ose mësuesave për shkak me bë disa trajnime në lidhje me këto gjëra, që me ditë me identifikuar më mirë edhe mësuesi mos më reagu emocionalisht nga mos performanca e këtyre fëmijëve. Gjuli, kjo është nevoja më e madhe që kemi. Ka një keqkuptim shumë të madh për çrregullimet neurozhvillimore, sidomos për disleksin. Dhe e kam shumë të rëndësishme që ta sqaroj shkurt.
Shpesh mësuesit nga mungesa e informacionit dhe mungesa e trajnimeve ngatërrojnë dhe etiketojnë fëmijët me vështirësi të përgjithshme në të nxënë, ndërkohë që ai fëmijë është me disleksi. Cili është ndryshimi midis vështirësive të përgjithshme në të nxënë dhe disleksisë? Vështirësitë e përgjithshme në të nxënë do thotë që një fëmijë pra ka një progres të ulët në të gjitha lëndët akademike. Pra që mund të ketë ndikimin e një nga faktorëve, mjedisor, psikosocial, socioekonomik, inteligjenca e ulët, pra që truri aq që ka energjinë dhe përtej kësaj nuk mundet, pra të përvetsojë aftësi. Për shembull, nëse një fëmijë vjen nga një status socioekonomik i ulët, bën mungesa të shumta në shkollë, logjikisht do ketë dhe një arritje akademike më të ulta. Nga ana tjetër kemi disleksikët, që edhe pse të gjithë faktorët i kanë në favorin e tyre, sërish ka një ngërç të madh në lexim dhe në shkrim, që i diferencon nga vështirësitë e përgjithshme në të nxënë. Ka një potencial dhe një inteligjencë të jashtëzakonshme. Dhe ndarja, diagnostikimi i tyre është shumë i rëndësishëm sepse dhe trajtimi bëhet krejtësisht ndryshe nga vështirësitë e përgjithshme në të nxënë. Trajnimet dhe njohuria është thelbësore sidomos për mësuesit, sepse janë zakonisht të parët që arrin të identifikojnë vështirësitë. Dhe sa më herët arrin të na referojnë fëmijë me problematika dhe vështirësi në të nxënë, aq më herët bëhet dhe trajtimi i tyre. Të kuptova. A ofroni trajnime për këto profesionist për mësues të tjerë tek Dyslexia Center, që drejton ti? Po, ne për disleksinë ofrojmë trajnime të herpashershme për profesionistët, si për logopedët, për psikologët, por edhe për stafet akademike, që janë shumë e vlerë dhe me përvoja praktike, pra se si të identifikojnë dhe të llogarisin nivelin e vështirësisë për t'i referuar më pas. Sa zgjat për shkak një trajnim? Po themi për një mësues, me që po flisni për mësuesin. Po, trajnimet janë zakonisht 2 ditore ose 3 ditore. Pra, trajnime të shkurtra dhe më tepër praktike për t'i bërë sa më afër qasjes dhe mënyrën e sjelljes, se si të sillemi dhe si të gjendemi pranë fëmijëve me këto çrregullime. Po për prindërit, a janë, si më thënë, valide këto trajnime, ose a i ofroni edhe për prindërit, apo vetëm për profesionistët? Për prindrit, në fakt, mbas vlerësimit dhe testimit që bëhet në qendër, ne ofrojmë seancën e këshillimit familjar ose prind-fëmijë. Sepse ka shumë pyetje dhe problematika në situatën familjare. Dhe qëllimi është që prindit kuptojë çfarë vështirësi e ka fëmia dhe cilat strategji funksionojnë pra për ta bërë atë që të progresojë sa më shpejt dhe të arrijë nivelin e bashkëmoshatarëve. Lorena, si është e mundur që një fëmijë shumë inteligjent të ketë vështirësi të mëdha në lexim, shkrim ose në përqendrim? Çfarë është në të vërtetë disleksia ose ADHD? Po, zakonisht fëmijët me disleksi dhe ADHD janë fëmijë që kanë një inteligjencë mbi mesatare dhe një potencial të jashtëzakonshëm. Disleksia është një sindrom, konsiderohet tashmë një sindrom sepse shkon përtej vështirësive në shkrim dhe në lexim, por që do të thotë simptomat e para shfaqen shumë herët. 40% e disleksikëve shfaqin një vonesë gjuhësore. Dhe 20% e tyre, ashtu sikur se bëjnë gabime në shkrim dhe në lexim, shoqërohen edhe me një çrregullim të gjuhës ekspresive. Kanë vështirësi në përpunimin e informacionit sekuencial. Kanë vështirësi në memorizimin dhe memorian afat shkurtër, që është working memory, që është aftësia për të arkivuar, për të marrë informacionin dhe për të arkivuar dhe përdorur sa herë që na duhet. Dhe këto vijnë në re që në periudhën e hershme zhvillimore. Pastaj kur fillon shkolla, shoqërohet edhe me vështirësitë që hasin në shkrim dhe në lexim, që bëhen shumë komplekse. Nuk është të thënë domosdoshmërisht një fëmijë me disleksi të ketë të gjitha këto simptoma, por sa më shumë ka, aq më e thellë bëhet shkalla e vështirësisë dhe disleksia. Ndërsa ADHD-ja është një çrregullim i cili ka të bëjë me mënyrën se si funksionon truri dhe balancat neurokimike. Pra ka të bëjë me vëmendjen, me përqendrimin, me impulsivitetin, me hiperaktivitetin. Ajo që është interesante është se në 90% të rasteve disleksia bashkë ekziston me ADHD-n. Dhe kjo na i bën terrenin më të vështirë, që shoqërohen të dyja me lëvizje okulare atipike. Pra regresione të syve dhe amplituda e tyre ndryshon nga lexuesi tipik dhe fëmijët pa ADHD. Dhe që kërkon pastaj një trajnim dhe trajtim më të thelluar që bazohet edhe në neurofeedbackun dhe në një plan të personalizuar, duke i trajtuar njëkohësisht të dyja, dhe vëmendjen dhe përqendrimin dhe aftësitë e leximit dhe të shkrimit. Me çështje neurokimike ose
hormonale, do më thënë është edhe fizike. Këto gjëra trajtohen vetëm si më thënë, me disiplinë, me trajnim, me nga ana psikologjike, apo trajtohen edhe me ilaçe, po themi. Atëherë, ne si qendër as nuk rekomandojmë, as nuk heqim medikamente. Për pjesën e ADD-s ekzistojnë edhe medikamente të cilat rregullojnë balancat e neurotransmetuesve dhe arrin që fëmia të ketë më shumë fokus dhe përqendrim, por që përcaktohen nga specialistët e tjerë, nga neurologët apo neuropediatrët. Ne bëjmë vetëm trajtimin ndërmjet terapisë, që është neurofeedbacku dhe CBT apo terapia kognitive behaviorale dhe ndërhyrjet psikoedukative për disleksinë. Kuptova. Di që keni sjellë në Shqipëni një teknologji që është shumë avancume, edhe është e vetmja në Shqipëni, për diagnostikimin e këtyre problematikave. A mundesh më shpjegu pak më shumë? Po. Atëherë, ne kemi sjellë metodën Pavlidis për herë të parë në Shqipëri, që është një nga qendra jonë, është një nga 58 qendrat në mbar botën. Është zhvilluar për herë të parë në vitin 1988 në Mbretërinë e Bashkuar nga profesori Jorgos Pavlidis dhe u perfeksionua më tej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, praktikisht ka 52 vite përvojë, por në Shqipëri jemi për herë të parë me një test biologjik. Duke qenë se disleksia dhe ADD-ja janë çrregullime biologjike, atëherë do ishte hudhës që edhe testi që e diagnostikon më me saktësi të ishte tërësisht biologjik. Pra, ashtu si truri funksionon nga brenda. Testi është shumë i thjeshtë, mund të përdoret në çdo vend të botës, pavarësisht gjuhës, kulturës, racës, nacionalitetit. Pra, i ekzaminuari ulet përballë kompjuterit, i cili është i pajisur me një sistem fotoelektronik shumë të avancuar, që mat lëvizjet okulare me 1 milisekond. E gjithë detyra e të ekzaminuarit është të ndjekë disa stimuj drite në ekranin e kompjuterit. Dhe ky sistem fotoelektronik jo vetëm që i regjistron me një shpejtësi për 1 milisekond, por edhe i analizon ato, duke na nxjerrë me saktësi pra funksionin, nivelin e vështirësisë dhe planin e trajtimit, që automatikisht ne kuptojmë edhe prognozën e këtij fëmie në të ardhmen dhe sa kohë na duhet pak a shumë në një trajtim që të arrijë një progres të dukshëm. Për prindërit që me të drejtë shqetësohen për fëmijët e tyre, mund të thonë që jo është me lazer ose është me diçka, është e rrezikshme kjo si gjë? A ka nxjerr efekte anësore ose diçka? Në fakt, është një pyetje shpesh që na bëjnë prindrit. Sistemi fotoelektronik është tërësisht pa efekte anësore, pra nuk ka absolutisht asnjë efekt anësor, është plotësisht i sigurt, madje është dhe shumë i këndshëm. Pra fëmijët e përjetojnë mirë sepse është me kompjuter, nuk ka nevojë të flasin, të lodhen, të shkruajnë apo të lexojnë, thjesht ndjekin stimuj drite dhe zgjat 20 minuta. Pra nuk është as ndërhyrje, asnjë lloj kirurgjie apo diçka tjetër. Jo, absolutisht nuk ka. Thjesht analizuese, si më thon, me fjalë thjeshtë. Analizuese lëvizjeve okulare. Shpesh disleksia ngatrohet me mungesë inteligjencë. Pra ne mendojmë që ka vështirësi në shkrim ose në lexim dhe themi që ka inteligjencë tullet. Çfarë shkakton realisht dhe pse konsiderohet një çrregullim neurobiologjik? Atëherë, disleksia në shumicën e rasteve si nga mësuesit ashtu edhe nga prindrit konsiderohet si mungesë inteligjencë, sepse ne jemi mësuar që e masim inteligjencën me progresin akademik. Në fakt, inteligjenca është ajo që një fëmijë lind dhe vazhdon për gjatë gjithë jetës. Inteligjenca nuk ndryshon asnjëherë. As nuk bie, as nuk rritet. Jo, ne i shtojmë vetes aftësitë. Pra, në bazë të atyre që ne mësojmë, pra një vajzë diku në një zonë rurale mund të jetë shumë herë më e zgjuar se unë me nivel IQ-je. Për shkak se unë jam shkolluar dhe i kam veshur vetes këto aftësi, unë dukem dhe prezantohem si më inteligjente. Por inteligjenca nuk ndryshon asnjëherë dhe nuk ka lidhje me progresin akademik. Dhe një nga pyetjet që i bëhen në marrjen e anamnezës prindërve është si e vlerësoni ju nivelin e inteligjencës së fëmijës suaj. Dhe më thon shpesh, po nuk di si ta them. Nuk mëson në shkollë. Them kjo nuk ka lidhje inteligjenca me aftësinë dhe progresin akademik. Pra është ajo që ju e keni lindur dhe për gjatë gjithë jetës do jetë e tillë. Ndërsa vështirësitë e përgjithshme në të nxënës shpesh kanë një inteligjencë nënmesatare. Kurse disleksia kërkon një potencial të jashtëzakonshëm me dorë dhe është një diagnozë që nuk vihet në inteligjencë të ulët, borderline apo të thellë. Dhe disleksikët janë fëmijë të jashtëzakonshëm, janë fëmijë dhurat që mendojnë me imazhe shumë shpejt, kanë aftësi praktike të jashtëzakonshme, por që kanë një struggle dhe një vështirësi të jashtëzakonshme me shkrimin dhe leximin. Disleksia është e lindur,
pra ka komponent të fortë biologjik. Përsëritet zakonisht në familje dhe predominojnë djemt, pra kemi 3 deri në 5 djem për një vajzë. Ndodh pastaj që mjedisi në të cilën fëmijët rriten ndikon negativisht ose pozitivisht, ose e vështirëson shkallën e disleksisë, ose e përmirëson atë duke qenë një mjedis mbështetës. Pasojat psikosociale janë ato që vijnë nga disleksia dhe ADHD-ja, duke qenë të frustruar dhe në qendër të kritikave, këta fëmijë janë shpesh më rebel, më impulsiv, më të ndjeshëm ndaj kritikave dhe shpesh besojnë se nuk janë të aftë të arrijnë asgjë. Kuptova. Lorena, atëherë përderisa inteligjenca nuk është tregues se sa shpejt mëson ose sa shumë mend. Çfarë është inteligjenca tamam? Inteligjenca është ajo që një fëmijë lind, pra aftësia që ai ka për të zgjidhur probleme, për të logjikuar, për të mësuar nga eksperiencat dhe ndahet tërësisht nga progresi akademik. Nëse disleksia dhe ADHD kanë bazë biologjike dhe ekzistojnë që nga lindja, pse shumë fëmijë diagnostikohen vetëm pasi kanë kaluar vite vështirësish në shkollë? Kjo është një nga problematikat kryesore që kemi, sepse diagnostikimi të paktën i disleksisë dhe ADHD-s sot për sot bëhet me teste tradicionale psikoedukative, pra që do thotë me laps dhe me letër. Dhe këtu ndikojnë shumë faktorë. Së pari që një fëmijë të diagnostikohet me disleksi me teste tradicionale, do të thotë që duhet ketë filluar patjetër shkollën, por fillon klasën e parë dhe mendohet që këto vështirësi nuk e ka marrë veten akoma, ka nevojë akoma të përmirësohet dhe ka kaluar klasa e parë. Dhe do të paktën të jetë nga mesi i klasës së dytë që të shikohet të bëhet një matje e dukshme që është ndjeshëm në nivelin e bashkëmoshatarëve. Por deri tani kanë filluar pasojat psikoemocionale të fëmijëve. Pra ndihet i paaftë, etiketohet nga shokët, vështirësitë janë shumë të mëdha dhe bëhet shpeshherë shumë vonë për të rikuperuar atë që është humbur. Prandaj ne I kemi mëshuar fort metodës që përdorim, pra që arrim të bëjmë diagnostikimin dhe prognozën e disleksisë dhe ADHD-s që në moshën 4 vjeçare. Pra, në momentin që një fëmijë diagnostikohet 4 vjeç, deri në moshën 6 vjeçare ai ka superuar këtë vështirësi dhe nuk kalon nëpër këtë kalvarin e uljes së vetvlerësimit të kritikave. Si funksionon biofeedbacku oftalmokinetik I metodës Pavlidis dhe si arrin të ndihmojë trurin e fëmijës të kontrollojë më mirë vëmendjen, impulsivitetin dhe gabimet në lexim ose shkrim. Atëherë, biofeedbacku oftalmokinetik ose neurofeedbacku, I quajtur dhe ndryshe, është një teknologji shumë e avancuar e cila është e pajisur me sistemin fotoelektronik dhe përdoret është një nga sukseset e jashtëzakonshme në trajtimin e disleksisë dhe të ADHD-s me një saktësi 97.6%. Që do të thotë sistemi fotoelektronik arrin të analizojë në kohë reale lëvizjet okulare të fëmijës dhe në momentin që truri I fëmijës bën një gabim të pavetdijshëm, fillon një sistem alarmi që e detyron fëmijën të rikthehet në pikën fillestare dhe ta ripërsërisë detyrën. I gjithë qëllimi I neurofeedbackut oftalmokinetik është të bëjë të pavetdijshme të vetdijshme dhe ta zgjoj fëmijën për gabimin që bën truri dhe që ai të mundet ta kontrollojë atë. Kjo bëhet me një shpejtësi prej 3 milisekondash, pra që do thotë shumë më shpejt se sa çdo aftësi tjetër njerëzore për ta korrigjuar një gabim. Një fëmijë duke njohur gabimet e pavetdijshme arrin t'i menaxhojë dhe t'i kontrollojë më mirë ato, duke I transferuar sigurisht edhe në jetën e përditshme, që ne këtë biofeedback oftalmokinetik e kombinojmë me terapinë kognitive behaviorale, që të ketë mundësi që të transferohet në shkollë, në mjedisin e tij të përditshëm dhe të kemi një strukturë dhe disiplinë më të mirë të fëmijës. Lorena, shumë prindër përjetojnë stres të përditshëm gjatë detyrave të shtëpisë me fëmijët. Debate, mungesë përqendrimit, lodhje emocionale. Si ndihmon këshillimi tek qendra Pavlidis që prindi dhe fëmia ta mësojnë edhe të bashkëpunojnë më qetë me njëri tjetrin dhe më efektivisht? Atëherë kjo është një situatë që e dëgjoj në mënyrë të përsëritur nga prindrit. Ora e detyrave të shtëpisë është shpesh një moment tensioni I jashtëzakonshëm. Pra, fëmia nuk përqendrohet, nuk pranon të fillojë detyrat, prindi nga ana tjetër e humbet durimin, nervozohet dhe të dy hyjnë në një situatë konflikti dhe në fund janë të dy të ezauruar emocionalisht. E rëndësishme është të kuptojmë që as prindi, as fëmia shpesh nuk kanë mjetet e nevojshme për ta menaxhuar si duhet këtë proces.
Mbas shpalljes së rezultateve, që është shumë i rëndësishëm, ne zhvillojmë edhe orën e parë që është këshillimi me prindrit. Pra duke i treguar nivelin e vështirësisë së fëmijës dhe si të organizojnë ata strategjitë e planifikimit ditor. Duke filluar, ne i mësojmë konkretisht si të organizojnë kohën e studimit, pra cila është koha më e përshtatshme. Si të organizojnë hapësirën e studimit, që fëmijët me ADD e kanë të jashtëzakonisht të rëndësishme të kenë një mjedis të qetë dhe pa shpërqendrime. Si të vendosin kufi pa shkaktuar konfliktet e fëmijët e tyre. Dhe mbasi marrin programin dhe zbatojnë atë, thonë për herë të parë ne po punojmë si ekip dhe jo si në luftë me njëri tjetrin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, pra përmirësohet jo vetëm progresi akademik dhe disiplina e fëmijës, por edhe klima emocionale në familje. Super. Unë jam kurioz me ditë, po ushqyerja, sa ndikon te progresi i fëmijëve me disleksi ose me ADHD? Më shumë tek ADHD-ja se sa te disleksia. Ushqyerja në përgjithësi është shumë e rëndësishme. Jo vetëm ushqyerja, por edhe cikli i gjumit. Ushqyerja është shumë e rëndësishme të shmangen sheqernat. Niveli i lartë i sheqerit i bën këta fëmijë më hiperaktiv, më agresiv dhe më impulsiv. Shmangja e sheqerit dhe përdorimi i omega-3-shit, pra që është një vaj peshku pa asnjë efekt ansor, që unë shpesh bëj këtë krahasimin nëse do fusim në frigorifer mishin e lopës apo të viçit, e do krijonte një stres yndyrne shumë të trashë. Ashtu përthithet edhe në trupin ton duke bllokuar vaza gjaku. Nëse fusim peshku në ngrirje, pra yndyrna që krijohet është formë gjelatine, ashtu përthithet dhe nga truri. Dhe në një tru që është në zhvillim dhe në rritje, kjo vetëm balancon. Pra rrit balancat, rregullon humorin, edhe nëse nuk bën ndonjë mrekulli, asnjë gjë të keqe nuk ka, pra nuk na jep asnjë efekt ansor. Gjithashtu edhe cikli i gjumit është shumë i rëndësishëm. Cikli i gjumit te fëmijët duhet kenë orare të mirë përcaktuara në darkë, të ngopen me gjumë, të jenë të freskët në mëngjes, përsëritja në mëngjes i detyrave dhe i orarit që kanë për ditën është shumë i rëndësishëm, sepse truri është i freskët dhe memoria afat shkurtër funksionon më mirë. Në drekë, te fëmijët me ADHD është shumë e rëndësishme një dremitje vogël, që do thot ose 15 minuta dhe nuk kalohet më tej fëmia zgjohet, ose do ta lënë të përfundoj ciklin e plot për 1 orë e gjysmë. Por jo t'i lëm 30 minuta 40 dhe t'i zgjojmë, sepse është në mes të ciklit të gjumit dhe na prishet i gjithë të programi i tij dhe nuk arrin të përqendrohet më. Fëmijët që flenë në drek është shumë mirë, pra ne jep efekte dhe rezultate shumë të mira. Mbas kësaj dremitje për 15 minuta, truri është më i freskët dhe përthit informacionin shumë më mirë. Kuptova. Po për sipërmarrësit, se me që është edhe podcast kryesisht për sipërmarrësit, a do e sugjeroje dremitjen në drek, nëse është e mundur në bazë të kushteve të punës? Nëse do kenë kohën e mjaftueshme, një dremitje në drek apo këto nep janë shumë të rëndësishme, pra sepse gjithë ajo lodhja dhe ngarkesa reduktohet dhe është më i kthjellët edhe truri për të funksionuar dhe për të marrë vendime më të qarta. Kështu që nëse gjendet kohë dhe hapësira, do jetë jashtëzakonisht efektive. Super. Anglisht quhet power nap. Edhe unë e sugjeroj shumë, unë për vete kam pas bërë shumë deri kohët e fundit, varet në varësi të ngarkesës të punës, po për mua funksionon shumë, me thënë drejtën. Është shumë gjë e mirë. Lorena, nëse një prind dyshon që fëmia i tij mund të ketë vështirësi, cili është mesazhi jot si drejtuese shkencore e qendrës Pavlidis në Shqipëri dhe çfarë duhet bëj prindi hapin e parë? Mesazhi im për çdo prind është shumë i qartë. Sa më herët të diagnostikohen vështirësitë që has fëmia, aq më i lehtë është trajtimi i tyre. Hapi i parë për çdo prind është pranimi. Pranimi i një vështirësie që ekziston dhe së dyti është drejtimi drejt ndihmës profesionale për ta vlerësuar atë si duhet. Shpesh prindit, edhe pse shohin vështirësitë e fëmijët e tyre, mendojnë që këto do kalojnë. Po të përpiqej fëmia më shumë, po të mos ishte dembel, do të kalonin. Nëse shikojnë që edhe pas kësaj periudhe kohe që i lën fëmijës, këto vështirësi vazhdojnë dhe persistojnë, është koha për të kërkuar ndihmë profesionale. Ajo që e kam shumë të rëndësishme ta them, Gjulio, është që diagnoza nuk e ndryshon fëmijën tuaj. Diagnoza e përshkruan më mirë një fëmijë. Na ndihmon ne si profesionistë të kuptojmë vështirësitë e tij dhe ju si prindër të qaseni ndryshe dhe ta ndihmoni fëmijën të zhvillojë potencialin e tij. Fëmia juaj është ai që ju keni lindur, me ose pa diagnozë, por diagnoza na ndihmon që ne të hartojmë një plan më të mirë
dhe ta ndihmojmë atë fëmijë të progresojë sa më shpejt dhe të arrijë nivelin e bashkëmoshatarëve. Turp nuk është diagnoza, turp është që të vënohemi në diagnostikim dhe në mbështetjen e fëmijës. Fëmijët me disleksi dhe ADD nuk janë fëmijë që nuk kanë potencial, thjesht kanë nevojë për mbështetjen e duhur për ta treguar atë. E kuptoj që është në varësi të çdo personit koha e trajtimit. Po, a ka një mesatare për shembull sa kohë duhet më marr me ADHD-n ose me disleksin? Se nuk besoj që është një problematikë e gjithë jetës, apo është? Shiko, në pjesën e disleksisë, disleksia është një vështirësi e cila do persistojë për gjatë gjithë jetës, por ne mësojmë strategji. Pra strategji si të shkatësoj aftësinë për të dekoduar një tekst, për të shkruar, për të minimizuar gabimet. Studimet që janë bërë me studentët e PhD-s, të cilët ishin disleksik. Dhe ishin trajtuar për gjatë fëmijërisë së tyre dhe dukej se tani kishin mekanizma shumë të mirë të leximit dhe të shkrimit, pra përderisa ishin edhe në PhD. Por në matjet që u bën, ata sërish ishin ndjeshëm më të ngadalë se lexuesit normal. Pra, siç thash edhe në fillim, nuk është një sëmundje që mbaron me një trajtim, por progresi është shumë i dukshëm. Pra, i fëmijë në moshën e rritur është vështirë të dallohet që është disleksik, por brenda tij ai një konfuzion me shkrimin dhe leximin vazhdon ta ketë, por dita manipulojë dhe të zhvilloj strategji shumë të mira të kompensimit. Ndërsa te ADD-ja, çelësi është që të kuptohet, të vetëdijësohet për problematikën që ka dhe vështirësinë dhe të hartojë strategji të vetë kontrollit, të disiplinës dhe strukturimit. Pra si të menaxhojë veten, rutinën dhe të përmirësojë cilësinë e jetës. Në momentin që ne na del struktura e ditës dhe rutina jashtë kontrollit, cilësia e jetës bie. Dhe në momentin që një fëmijë dhe një i rritur vetëdijësohet për këtë problematik, ai arrin që ta ketë nën kontroll. Kuptova. Qendra juaj sa kohë ka në Shqipëri që është hapur? Ne tani në mars bëm 2 vite që jemi zyrtarisht në Tiranë. Si e ke pa trendin? Është trend rritës apo e kuptojnë njerëzit apo ndërgjegjësohen? Po, ajo që më ka rënë në sy, domethënë për gjatë kësaj periudhe 2 vjeçare, është prindër të cilët janë të informuar, të lexuar, të cilët kërkojnë edhe për një vështirësi minimale që të arrin ta identifikojnë sa më herët për ta ndihmuar fëmijën e tyre sa më shpejt. Dhe kjo më pëlqen, ky ndërgjegjësimi i prindërve dhe njohuritë që ata kanë pra për vështirësitë në të nxënë apo që shqetësohen edhe për gjëra minimale që duan t'i rregullojnë edhe që fëmia të ketë vetbesim dhe të ecë të progresojë në jetë. Kuptova. Për pjesën po pyes tash një pyetje alla shqiptarshe. Pjesa e pagesës, a janë të përballueshme, si më thon, për një familje, për një çift? Pjesa e pagesës terapisë ose të diagnozës? Shiko, pjesa e testi bëhet vetëm një herë dhe në momentin që neve përcaktojmë dhe na vjen një rezultat, ai është një rezultat objektiv dhe biologjik, pra tërësisht i saktë. Është me çmimet e tregut në Shqipëri, nuk ka çmime stratosfere apo të papërballueshme, por problemi qëndron se ne nuk kemi rimbursime dhe kjo është nuk kemi mbështetje nga shteti dhe terapia kërkon konsistencë dhe zgjatje në kohë dhe kjo është një barr që ju bie prindërve. Një barr që vazhdon, domethënë, për aq kohë sa vazhdon terapia dhe kjo është pjesa që është më e dhimbshme në këtë situatë. Po, do ishte një thirrje ndoshta edhe për organet shtetërore që me kriju një suport edhe për ju që ofroni këtë gjë ose edhe për familjarët që me mujt me është Xhule jashtëzakonisht e rëndësishme, mbështetje për familje të cilët kanë fëmijë me vështirësi. Jo vetëm vështirësi në të nxënë, por çfarëdo lloj çrregullimi dhe vështirësie. Përveç situatës dhe një peshe të madhe që kanë për vështirësinë që ka fëmia, pra nëse ne do kishim një laps, jam e bindur që fëmijët tanë do t'i pikturonin në mënyrën më perfekte. Kjo gjë nuk është e mundur, por të paktën të lehtësojmë sa do të mundemi. Kështu që do ishte thirrje jo vetëm për këtë, por edhe për skrinimin në masë të nxënësve në shkolla. Pra për të identifikuar këta fëmijë me vështirësinë të nxënë dhe për t'i trajtuar sa më shpejt. Kuptova. Okej. A mundesh më na tregu 3 ushtrime thjeshta se si munden me trajtu prindrit për shkak një pjesën e disleksisë ose ADHD-s? Diçka të thjeshtë që mund ta bëjnë vetë. Te pjesa e disleksisë fëmijët shpesh ju krijohet ajo sallata e fjalëve. Pra që shkronjat lëvizin nga njëra tjetra, mësuesit tanë vite më parë kanë qenë
shumë të zotët në atë që bënin dhe e donin shumë punën e tyre. Kam përdorur ato dritaret lëvizëse, pra copa letre të prera në formë dritare, duke qenë se te fëmijët me disleksi kemi lëvizje okulare atipike dhe sytë shkojnë para mbrapa dhe nuk arrin të fokusohen tek ajo fjalë që po lexojnë. Këto dritaret lëvizëse, pra ti e zë gjithë pjesën tjetër të tekstit dhe e vendos dritaren vetëm tek një fjalë dhe arrin që fëmia të fokusohet dhe ta dekodojë atë si duhet. Një ushtrim tjetër shumë i rëndësishëm është që prindi e lexon një herë tekstin dhe fëmia e ndjek me gisht, por gjithmonë duke përshtatur me shpejtësinë e fëmijës. Nëse prindi shikon që gishti i fëmijës ka ngelur pas dhe ai po lexon, do thotë që është shumë shpejt dhe e ngadalëson në ritmin. Një ushtrim tjetër është me highlighter, pra çdo fjalë ne e bëjmë me një ngjyrë tjetër, në mënyrë që edhe dekodimi vizual të jetë më i shpejtë dhe më i përqendruar në to. A ka një mesatare sa seanca duhen zakonisht për me pa progres? Raportet e progresit ne zakonisht i japim në periudha 3 mujore. Okay. Pra na duhen të paktën 3 muaj në të cilën të masim me fakte progresin e fëmijës, të paktën edhe në pjesën e neurofeedbackut oftalmokinetik. Kemi fëmijë që fillojnë me 3 sekonda vëmendje dhe përqendrim, pastaj arrin në 2-3 minuta, që është arritje e madhe për përqendrimin spontan, pra atë të pavetdijshmin. A ndikojnë përdorimi i ekraneve ose rrjeteve sociale në uljen e attention span, pra të vëmendjes njerëzve? Se kam lexuar diçka në internet që sot attention span mesatar i një njeriu është 3 sekonda. Është e vërtetë. Po, ekspozimi ndaj ekraneve, sidomos gjatë darkës, para se të flas për pjesën e përqendrimit, gjatë darkës rrit agresivitetin dhe impulsivitetin të fëmijëve. Kjo drita blu e ekraneve. Së dyti, kemi aq shumë informacion në të cilën përballet fëmia në mënyrë të pavetdijshme, pra si Beth thap, vetëm mbushet me informacion dhe pa patur mundësi që të kuptojë se cili informacion i duhet dhe cili jo. Dhe në fund ditës kemi fëmijë të cilët janë të prirur drejt sjelljeve agresive, impulsive, drejt programeve jo edukative dhe që na çojnë në këtë sjellje devijuese dhe shpesh të pamenaxhueshme. Ekspozimi, ne fëmijët nuk mund t'i shkëpusim nga teknologjia dhe nga ekrani, por kufizimi i kohës është i jashtëzakonshëm. Unë ju them prindërve, përdorni sistemin e shpërblimeve. Pra, nëse ti sillesh mirë dhe arrin të përfundosh detyrat e tua gjatë gjithë javës, në fundjavë ti do shpërblesh me 1 orë pra telefonin ose tabletin. Pra që dhe fëmia ta shijojë këtë kohën e shpërblimit që ka bërë një sjellje të mirë, por edhe përforcojmë. Sjelljet e mira shpërblehen dhe ato më pak të mira pra kufizohen dhe ne vendosim kufi. Unë them gjithmonë të paktën te fëmijët me ADHD. Nuk ka, se më thon, a jam fëmijë kequn? I them nuk ka fëmijë të keq, ka sjellje të mira dhe më pak të mira. Pra dhe këto më pak të mira ne me vullnet do arrim t'i bëjmë më të mira. Më the fjalën kufizohen, nuk më the fjalën dëshkohen. Po. A ishte e zgjellur, si më thon, apo stafat si fjalë? Atëherë, ndëshkimi vetëm agravon gjërat dhe i çon fëmijët në devijime dhe përkeqësime. Asnjëherë me një fëmijë nuk mund të merresh vesh dhe nuk mund të biesh në kompromis me një gjuhë agresive dhe me ndëshkim. Thjesht fëmia humbet respektin me rritjen e tij. Pra, nëse një fëmijë do ketë dëshirë të ndryshojë një sjellje dhe ta bëjmë atë të kuptojë vështirësinë e tij, është vetëm duke ja shpjeguar dhe duke i vendosur kufi të qartë. Unë them me fëmijët tanë nuk kemi shok. Pra ne kemi rolin e prindit. Dhe nëse vendosim një detyrë, është sepse fëmia duhet ta bëjë. Jo sepse duhet të bëjmë kompromis të gjatë. Pra gjërat që duhen bërë vendosen me kufi të mirë përcaktuar. Dhe këto kufi fëmia i respekton kur e di që ti nuk toleron. Pra nëse duhet bërë tani, duke mbajtur një qëndrim të qetë, pa ngritje zëri dhe pa ndëshkime. Super, shumë bukur. Më fole më shumë për problematikat edhe gjana që trajton. Unë do me ditë pak edhe për ty si profesioniste. Cila është pjesa e bukur dhe cila është pjesa e vështirë e ditës tane, e punës tane? Pjesa e bukur në punën që e bëj me shumë dëshirë dhe me shumë dashuri, jam shumë e përkushtuar ndaj profesionit dhe kësaj nisme që kam ndërmarr,
puna me fëmijët është jashtëzakonisht e bukur. Ti më shumë mëson prej tyre. Domethënë edhe dita të kalon në aktivitete të ndryshme dhe pjesa më emocionuese dhe më prekse është kur ti shikon progres. Ti mëson të gëzohesh me hapa të vegjël. Pavarësisht se kur një fëmijë e krahason me bashkëmoshatarët e tij, ti kupton që je pas në arritje, por duke krahasuar këtë fëmijë me dje, ti kupton që ka një progres shumë të madh dhe kjo të bën jashtëzakonisht të lumtur dhe është përblimi më i madh për ne profesionistët që punojmë çdo ditë me fëmijët. Pjesa e vështirë pastaj është pjesa që ti shikon që ke një mjedis që nuk mbështetes, pra nga kur fëmia ka një mjedis në familje i cili është një mjedis i vështirë, kur ka problematika të ndryshme, kur fëmijët janë në një nivel vështirësie që hapat e progresit i kanë të ngadalt. Të gjitha këto pra të bëjnë të mendohesh edhe të krijosh një ndjesi rëndese në vete.